Ja sam advokat Valjan Abdulhamidi, branitelj na tretообвинетни от правно лице je za Uklinička bolnica Tetovo. Така, да, спрема камерите, само гледате, може еден коментар, не, нема потреба, еден коментар за пресудата. Smetame дека ова пресуда за нас не е неприфатлива, дека истата е посредница на грешно утврдена фактичка состојба и грешно толкување на одредбите од Законот за кривична постапка. Против истата ние ќе вложиме навремена жалба и веруваме во судството дека второстепениот суд правилно ќе го оцени нашите наводи. Vlerësojmë se ky vendim është pasojë e konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe interpretimit të gabuar të dispozitave të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal. Kundër këtij vendimi në kohë do të deponojmë ankesë pranë gjykatës së apelit dhe presim që e njëjta të nxjerrë vendim meritor. Arsyet më detaje se përse mendojmë se ky vendim është jo i drejtë, do të gjithë arsyet tona do t'i përshkruajmë në ankesën të cilën do t'ia drejtojmë gjykatës së apelit. Më tepër se kaq nuk kemi komente sepse vlerësojmë se diçka e tillë do të ishte cënimi i autonomisë të gjykatave dhe presion mbi historin i cili presupozohet të jetë i pandikueshëm nga opinion. Jo, e përsëritim edhe një herë. Situacja ka qenë punën siç duhet. Kemi ankesa në paraqitjen e dëshmive, cilën prezantimin e, domethënë në marrën në pritje të dëshmitarëve. Çdo kundërshtim që kemi pasur gjatë procedurës e kemi shprehur në gjykatore dhe ju keni qenë prezent aty, mund ta konfirmoni. Më tepër se kaq publikisht nuk mund të them asgjë më tepër. Ju falenderoj. Të gjithë mediave, falenderit për mundin që mini pjesë seancën e fundit gjyqtari dha vendimin për dita akuzuarit Florin Besimi dhe ata në temin 1 vjet e 6 muaj burg. Ne si familjar nuk jemi të kënaqur me këtë vendim që ka marrë gjykata, se me marrë pak me matematikë me pjesto 14 viktima për 1 vjet e 6 muaj vend, si sa dhe viktim ka 1 muaj të bëje burg. Do me thonë, vlerë e një qytetarit në Republikën e Maqedonisë pa vlerë vetëm 1 muaj. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin që ka marrë gjyqtari për 1 vjet e 6 muaj. Ne e kemi thënë dhe do ta them se në rastin e spitalit u dushin të jenë të akuzuar edhe ministri i shëndetësisë Filipçia, Agjyshevi firma Bako, instalimi i Rimës, edhe e ka një përgjegjësi se krejt çka erdh te flaka e spitalit modular, unë si kum marr pjesë në ndodhem kum qenë natë, ka qenë Rima. U mu vendimi 1 vjet e 6 muaj, ne si familjar nuk jemi të kënaqur, ne do ecim për ankesat tona më të tjera tipo. Dhe mollami në Македонски само истото. Mumin Ismaili, kalla në vas što Normali se taj abajtor dhe jetë se për zjarin, akoma nuk është i atribuar askush dhe nuk ka asnjë jetë. po unë potencova edhe rrën e parë se këtë gjigji që ka ndodhur këto 4 vjet ka ndodhur për apat PP aparat, aspat PP aparat. Kur ne nuk ka kon me fjalë thonë me se si erdh deri te flaka që ka plojë modullarin. Kështu që ne si familjarë dim se si erdh flaka, se unë kum ndodh dhomën numër 3 ku ka kap flakën modullarna, e di si ka ardhur flaka, ka ardhur flaka Pikabelli. Edhe këtu nuk ka paragjyqit veç shembull Filipçia, Agjyshevi, ai që ka vënë kabellin e Rimës, këto nuk erdhën. Ja dha një dënim shteti Florin Besimit atë në temit ka 1 vjet e 6 muaj. Ana u mbill me këtë. Ne nuk themi se këto nuk janë fajtuar, edhe këto e kanë një përgjegjësi se kanë pas drejtora, kanë qenë në spital,
por mendojmë se fajtorët janë diku më lart. Unë kam theksuar se herë më bëjmë, Ministri i Shëndetësisë Filipçia, firma Bako, edhe Rimën kush e ka vënë, nuk e dinë ala s'kena informata se kush e ka vënë Rimën në spitalin Motorar. Moment, vetëm në një pyetje. Sjeni të kënaqur në këtë vendim. Çka të tje? Ne s'kem kënaqur edhe me vendimin e parë, me një vete 6 muaj me kush që i donoi Gjikaci, por edhe me këtë vendim nuk kena kënaqur asnjëherë me një vete 6 muaj me dënim burg. Doja se të bëjmë. Ne nuk jemi kënaqur, ne do vazhdojmë këtu tje, nuk kena mend më ndal tu se Allah i keni në zemrat tona familjarë që na u doqen në natën e kopshme. Faleminderit. Faleminderit juve media. Vendimi i gjykatës sot ndehemi turpruar dalësh për gjykatës për 14 persona vdesin dënohen 1 vit e 6 muaj. Zhdejen e vetë gjithë tonë. Është ma mirë këtu si jetohet. Ky shtet nuk bëhet asnjëherë. Nuk ka akoma asnjë hetim për shkaqet e zjarrit. Po nuk e marrën si bazë shembull një herë ekspertizën e Gjermanisë. Do të thonë derisa smerret ajo për bazë, nuk mund shkojë përpara kjo për shkaqet e zjarrit. Unë për veten time personalisht do lëshoj akuzë pi dikun tjetër. Kundër krejt shtetit, do të thonë me provat e IRL-s, vrasje është ai dokumentari në Tetov, e në dhe hakast putëm në Strasburg. Dozvolite mi ušte jednaš od dълбочина на сърцето да я изразам моята най-длъбока болка и съчувство до семействата на жертвите от ова трагедија. Загубата на недолжни човечки животи е рана што никогаш не зараснува. Но она уште е потешко од сето тоа е неправдата. Зашто ова судење не беше за да се открие вистината, ниту да се најдат виновниците за ова трагедија. Не беше да се открие зошто настанал пожарот, кој е одговорен за изградба на објектот, што изгори, како артија, кој дозволи животите на луѓето да бидат ставени во опасност. Не, ова судење се претвори во лов на вина против оние што ниту имале моќ, ниту одговорност за ова трагедија. Мене ме обвинија за недостаток на противпожарни апарати, а во постапка докажавме дека имало ПП апарат. Иако одбив од почеток да го прифатам објектот, а тоа го гледате вие сами тука дека не сум се потпишал по ниту еден документ, дека ги имате документите не сум потпишал, тоа знаете јавно обвинителство, судство, сите знаат, не го зеат во предвид дека не сум потпишал за таков објект. Ова стварно е неправда. Иако сведоците потврдија, и кај тоа што ние успевме да докажеме дека имало ПП апаратите, иако што сведоците потврдија дека имало апарати, иако сите ние со овие очи видовме, тој пожар не можеше да се изгаси со ниту еден рачен апарат. Ова е неправда. Ова е бегање од вистина. Јас не барам милост. Јас барам правда на жртвите и за себе. Барам вистина да излезе на виделина. Семејствата на жртвите денеска не заслужуваат површно објаснување и лажен виновник. Тие заслужуваат да ја знаат вистината. И за таа вистина ќе зборувам секогаш, да знаете. Që edhe një herë nga thellësia e shpirtit të shpreh dhimbjen dhe keqardhjen më të thellë për familjet e viktimave të kësaj tragjedie. Humbja jetëve të pafajshme është plagë që nuk mbillet kurrë. Por ajo që është më e rëndë është padrejtia. Nga se shprehem se ky gjykim nuk synon të ta nxjerrë në pat të vërtetën, për të gjetur të vërtetën e kësaj tragjedie. As fajtorët, as të kësaj tragjedie. Të zbuloj arsiet e zjarrit. Pse ndodhi zjarri? As kush ishin përgjegjësit për ndërtimin e një objekti që u do të si letër. Si dhe nuk shqirtoj se kush lejoi që jeta e njerëzve të vihet në rrezik. Jo. Ky gjykim u kthi në një gjyeti faj ndaj atyre që nuk kanë pasur as fuqinë, as përgjegjësinë për këtë tragjedi. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Ja shihni këtu post, kam dëshirë ta shihni ku nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumentet tjera shihni këtu që kam. Këtë din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë instancat se edhe nuk e kam pranuar, edhe në përmjet e kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e mur parasysh.
Edhe pse dëshmitarët konfirmuan që ka pasur aparate, edhe ne gjatë procedurës arritëm të dëshmojmë se ka pasur aparate. Edhe pse të gjithë e pam ne se në mesit tana, sa atë zjarr nuk do të ndalte asnjë aparat dore. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktimat dhe për veten time. Kërkoj që të zbulohet e vërteta. Familjarët e viktimave nuk e meritojnë një shpjegim sipërfaqësor dhe një fajtor të rrem siç ndodhi sot. Ato meritojnë të dinë të vërtetën dhe për këtë të vërtetë do të flas gjithmonë edhe nuk do të ndalem. Faleminderit. Kjo